Në këtë rrethin e kuq, përse ke futur këto universitete? Këto janë universitetet që kanë abuzuar më shumë? Jo, janë universitetet që shumica e shpenzimeve shkojnë për personelin, pra kalojnë shifrën e 60%. Pra, universiteti i Luiz Kurakuqi Shkodër... Tani sipas mendimit tuaj, nuk duhet të paguajnë pedagogët? Pa dyshim. Pra nuk është në një krim kjo është tamam. Shiko. Pra ju ku e bazoni mbi perceptime apo mbi kontrole konkrete? Pra ku bazohet ky studim? Studimi sa i takon shifrave. Ne kemi nxjerrë dy raporte paralele. Kemi marrë perceptimin e studentëve mbi korrupsionin. Kto i keni çuar në SPAK, i keni çuar në ndonjë? Të janë publike tashmë, ne ja referojmë autoriteteve. Këto janë shifra në fakt që ne mundohemi të japim transparencë atë që nuk e bën vetë universiteti. Për hir të ndonjë gjëje apo thjesht e keni dhe ju pjesë të ndonjë programi këtë gjë? Ky është detyrim që duhet ta kenë vetë universitetet. Kemi sot një program online i cili është transparenca. Universitetet vetë duhet ta bëjnë pikërisht këtë gjë. Dhe në mungesë të kësaj, ne padyshim për t'i ardhur pikërisht studentëve dhe pedagogëve që janë brenda, për të kuptuar edhe ato, se unë jam i bindur që shumica e pedagogëve edhe studentëve brenda nuk e dinë se ku shkojnë realisht fondet e universitetit, se siç e thash, është ndarë mes administrimit dhe drejtimit akademik universiteti. Dhe kjo është qëllimi jonë, që ne t'i tregojmë si qytetarëve që nëpërmjet buxhetit financojnë universitetet, si studentit dhe familjeve shqiptare që paguajnë tarifa çdo vit, edhe ku shkojnë tarifat e tyre, kur nuk i kthehen në shërbime. Për shembull,